Edhe pse janë shpallur me vonesë nga disa drejtorë shkollash, konkursi për vende të lira të punës në sistemin e arsimit në Gjakov më në fund ka dalë. Kjo kërkesë e jona nuk është përfillur shumë nga drejtorët. Dhe rezulton që konkursi u shpall për mua paksa me vonesë data 5 gusht. Megjithatë, kemi kohë që të përmbyllet me sukses i gjithë realizimi dhe intervistave. Në këtë konkurs u pa kërkesë e madhe mësimdhënësve për matematik, fizik e muzik, për të cilën drejtoresha shprehet se në mungesë të kandidatit adekuat do të zëvendësohet i përafërti. Është fakt se në qytetin tonë është mungesë e madhe kuadrit të matematikës dhe të fizikës. Gati në çdo shkollë ku kemi ne konkurse në 24 shkolla fillore, në secilin nga ato konkurse kërkohet mësimdhënës i matematikës ose i fizikës. Kuptohet në mungesë të tyre vijnë kualifikimet më të përafërta, ashtu konform udhëzimit administrativ. Gjitha këto që ju pyetni janë të listuara dhe gjitha ata kandidatë të cilët aplikojnë mund ta gjejnë veten në ndonjëra nga ato rreshta të udhëzimit administrativ. Por edhe për këtë gjë ka pasur ankesa nga mësimdhënësit për të cilët qarkagjia potencon se do të zbatohen të gjitha rregulloret administrative.